Qysh mundet më falë njëri në karrik? Ma në men, por më falë në karrik janë dy raste. Rasti I parë, ky ka më falë tanë kohën ullën. Tanë kohën, ky nuk qohet asnjëherë. Tanë kohën ka me najt ullën. Në qofë se ky I smuti tanë kohën rrin ullën, atëherë ullësja drejtohet mbrapa drejt me femrat e këtina. Në mënyrë që shpinat, kuptohet, kjo është e batë se tash, në mënyrë që shpina me kanë drejt, edhe gjoksi me kanë drejt. Kjo me kusht në qofë se I smuti rrin tanë kohën ullën. Atëherë, në qofë se I smuti rrin tanë kohën ullën, kam të mramat karrikës, bashkohen me femrat e muslimanëve që janë të falë. E qartë, e sheftorën të më ka? Kështu, I drejton të dyja. Në qofë se ky I smuti rrin tanë kohën ullën. Tash, këta do të me ditë I smuti vetë, a rion e tanë kohën ullën, nëse rri tanë kohën ullën, atëherë e drejtoj karrikën në këtë formë. Mirë po, në qofë se thot I smuti, jo, une kur të lexon hoxha Koranën e qohna, veç në sejdë së në bi, atëherë I thonë, kjo është tjetër punë, atëherë qohësh pak, atëherë e drejton, e qëtë karrikën ka. Edhe ti drejtohesh normal, qysh drejtohesh në saf, atëherë drejtohesh krejt normal, qysh drejtohesh në saf, e karrikën e lën për mas. Kështu që kur të është hoxha të lexu Kur'an, ti rrin kam kështu drejt. Kur këta bin në ruku, ti bjen në ruku. Bin në ruku bashkë. Kur këta tjerë bin në sejdë, ti ullu. Ti ulesh. E qartë? Do me thonë, kështu jem drejt, ama në qofë se rrin tanë kohën karrik, atëherë është në rregull, mund është me drejtu karrikën ashtu që është parë në fillim. Po besoj që ke e qartë, unë për vete kam bindje që na musliman jena përqa kështu për shkak se e kena përqa safin. Omerin radiallahu anhu, atë ditë kër e kanë vra, I ka drejtu safat. Taman I ka drejtu safat, këtu I drejtu safat ju kam shef vrasi të hylbja. Edhe ka vra. Të më thanë, punë e muslimanve është me drejtu safin. Je I let në dorën e vllau ta, nuk është ta ta dënë sherën.